Një pyetje tjetër ka bëj me partinë Nisma, e cila nuk arriti pragun dhe nuk regjistrohet më për zgjedhje. Si shpjegohet kjo? Udhëheqësia Nismës, krerët e saj e kanë huq, si duhet, për këtë arsye dhe s'kanë rezultate. Ata kanë bjetu me do koalicione, me aleancën, me koalicione tjera. Unë pash që ata tentuan edhe kësaj radhe të bëjnë një koalicion edhe të futen me Partinë Demokratike, mirë po si duket nuk ka interes të Partia Demokratike që të bëjnë koalicion. Prandaj, me thonë drejtën, unë nuk di ata përveç që janë një parti lokale, ma shumë nga Malisheva e rrethi, nuk janë në një parti e mirë fillt e cila përfaqëson interesat një mase më të gjatë. Si e mendoni faktin, do të ketë ndikim vendimi i gjykatës së Hagës për të dhënë vendim për liderët e UÇK-s në korrik, pra që i bie pas zgjedhjeve? A ndikon ajo tek motivimi i PTK-s, sepse mendoni që një lirim i mundshëm i Thaçit ose të tjerëve do t'i jepte një stimul? Dëgjoj, unë mendoj se edhe si kur të liroj Thaçi nesër, PDK-ja nuk ka kapacitet mu rrit ma shumë se sa ndoshta 2%, 3% motivimi. Ata janë edhe ashtu të motivuar. Ata janë të motivuar për shumë arsye, sepse duhet me dorë përgjegjësi për pasurinë e paleqshme, ajo është frika aty në numër 1, pastaj gabimet e tjera që i kanë bërë gjatë periudhës kaluar. Domethënë ata edhe ashtu janë të motivuar, edhe sepse unë nuk po kuptoj që këto parti, gjitha, jo vetëm PDK-ja, ata duhet ta tërheqin votusin që nuk i takon partive tyne, se ata i kanë partive tyne. PDK-s ata shumica votojnë. Mundën me ra 2%, 1%, por nuk është, domethënë nuk ekziston një grup elektorat gri PDK-s i cili është gati, i cili do të mobilizohet sepse përshohet ish presidenti Thaçi nga Haga. S'ka lidhje ajo punë. S'ka presidenti Thaçi nuk ka ndonjë autoritet në popull, ai ka autoritet të PDK-ja, por jo në popullin e gjan, jo të njerëzit e pavarur, ka bë gabime shumë të mëdha. Mirë po ne dëshirojmë që të lirohet nga Haga, sepse Haga ka u tregu shumë e padrejt, është një nacionale, është kundër popullit shqiptar, është kundër, prandaj dëshirojmë që Thaçi të kthehet edhe të lëshohet i lirë. Mirë po unë nuk besoj, nuk shoh që ai ka me pas ndonjë ndikim në zgjedhjet e Kosovës. Do të thësha, ju thatë, po jeni edhe në kontakt me njerëz nga Kosova. A janë zgjedhësit të motivuar për të votuar, këta të vetëvendosjes kryesisht, a janë të motivuar për të votuar edhe kësaj here, sepse ndodh një farë, si do themi, harxhimi i forcave elektorale nga koha, një farë gryrje, një farë që çona nëse po zgjedhim gjë me këto zgjedhje, pse shkojmë zgjedhje kot shkojmë. Ajo është gjithmonë një gjë e cila ndikon. Është e vërtetë që me njëherë pas që u pa që po duhet me shku në zgjedhje, edhe deri atëherë, në atë moment, njerëzit me të vërtetë janë konë të dëshpëruar, kanë qenë edhe në Kosovë dhe kudo. Mirë po, unë e shoh një mobilizim prapë, sepse qëre, dëgjoj zoti Rafael, njeri është i krijuar të lëviz. Ti ke vrejt, ti sot mundesh me koni dëshpëruar, nesër e ndron disponimin bazë situatës, ta kupton? Prandaj unë në bazë lëvizjeve dhe ndodhive që kanë qenë këto ditë, edhe në bazë të asaj se ekziston një rrezik shumë i madh për Kosovën, që ta marrin forcat të cilat nuk e quajnë përpara, po mund ta shesin Kosovën, do t'i mobilizon njerëzit për me dalë, sidomos këta të vetëvendosjes, me dalë me votu. Në këtë mes, a shihni ju mangësi tek zoti Kurti në menaxhimin e situatës që mund të ishte shpëtuar pa kaluar në këto rizgjedhje? Kjo është një pyetje për mua pak e vështirë. Normal që unë i shoh disa mangësi te kryeministri Kurti. Në këtë moment, me që është i sulmuar nga gjitha anët, sidomos nga administrata e Kosovës,
nuk e shoh, nuk jam I motivuar të flas për mangësitë e tij as shumë. Mirë po, kisha dëshiruar që ai të bënte përpjekje më shumë para se të ndodhë përqamja me presidentën Osmanit që ta gjejnë një bashkëpunim me njëri tjetrin në mënyrë sinqert, që të bisedohet me ta, sepse ai ka qenë pozitë më të mirë. Unë pse kam kërkuar gjithmonë nga Kurti më shumë se sa nga presidenti Osmani, sepse kryeministri Kurti realisht është ka qenë një pozitë më të mirë. Tash nuk di si do të ndodhë të ardhmen, por ai I ka votat ka partinë, ka votat. Presidenti s'ka pas askën, partia e saj guxo, ajo nuk ka qenë më në parti, ajo edhe përqame. Po du me thonë, kemi dëshiruar që të bëhet përpjekje më e madhe ndoshta për afrimin e presidentës Osmani. Në anën tjetër, unë tash tu I pa çka ndodhi mas ofrimit që I dha opozitës, që ja dha mundësinë që të propozojnë 3 veta pavarur për president, që ja dha gjitha mundësit, absolutisht gjitha mundësit. Unë mendoj se tash ti mendoj. Atëherë po mendoj që me pas propozu presidentën Osmani që kjo kish kalu pa probleme dhe I shkrye. Mirë po, se ishin frigu opozita. Mirë po, unë mendoj tash se e kom shkruar edhe një shkrim, se edhe zotin me propozue, kryeministri Kurti, ata nuk e kanë pas qëllimin ta votojnë, për arsye se janë ka shpresojnë që sa më shumë zgjedhje që ky do të bjen më poshtë, edhe do ta kenë më lehtë. Domethënë, të dëshpëruar prej arritjeve të tyne, ata gjitha shpresat e veta I kanë varë në bojkotime, edhe në shpresën e tyne që mundësin që popullit lodhet edhe që Kurti të dobësohet edhe të merr vota më pak dhe pastaj do të jetë I detyruar që me një koalicione më të mira për ta. Domethënë kjo është një motivim I tyne. Unë frigohem, ishte dëshiroj që të s'është e vërtetë, dëshiroj që mos jetë e vërtetë. Unë frigohem që opozita është dirigjume edhe kontrollume në përgjithësi, jo të gjithë, po kush më shumë, kush më pak, prej forcave anti-Kosovë. Që të fillu prej kryeministrit Edi Rama, ish ambasadorit Grenell, oligarkëve të Kosovës, cilët disa prej tyre janë të lidhur edhe me Serbinë. Domethënë gjitha këta kanë punuar gjatë gjithë kësaj kohe në koalicion tu I bë presion, sidomos ish ambasadori Grenell I cili punon për Serbinë, tu I bë presion opozitës, tu I frigu ata që bojnë bojkotime dhe mos lejojnë që Kosova të funksionon si shtet. Dhe kjo është faza e parë e tyne që të adopsojnë Kurtin, të merr vota më pak dhe që mundet mu kontrollu. Mirë po shije tash që ata janë me kërcënimet e tyne edhe të Serbisë, edhe të brigadës Severiut, edhe deklaratat e këtij Baton Stanishiqit në Tiranë, edhe disa në Kosovë, ku kanë filluar të kërcënohen edhe të ngjallin mundësinë e trazinave. Domethënë këta tashti janë ka shkojnë natë duke e bllokue procesin e zgjedhjes edhe të krijimit të institucioneve, me kriju pakënaqësi në popull, me kriju urrëtitje mes njëri tjetrit mes partive, edhe me shkaktu ndoshta edhe vllavrasje mes popullit, me qëllim që Kosova të destabilizohet në atë masë sa të ndërhyjet edhe nga faktori ndërkombëtar. Por mundësisht edhe Serbia e cila është e përgatitur, është ka rënë në kufi me gjitha forcat të e prit momentin e volitshëm që të futet prap në Kosovë. Unë shpresoj që këto opozita nuk e bën me qëllim, po frigohem se ka bën ngrasjen e Grenellave, Ramave, këtyre cilët janë të interesuar që Kosova shkatërrohet dhe të ndahet. Zoti Agim, ju përmendët Grenellin. Grenelli sipas njoftimeve më të fundit nuk ka ndonjë post zyrtar në Shtetet e Bashkuara. Natyrisht ndikimi I tij, siç ishte një kohë si përfaqësues ndërmjetësues për Serbinë dhe Kosovën, nuk është ai I viteve më parë, për arsye se edhe në administratën Trump nuk po shihet me sy të mirë veprimtaria e tij. Është e vërtetë që ish ambasadori Grenell nuk ka influencë aq sa paraqitet. A kupton?
Mirë po ajo ka i mashtron edhe Serbt, edhe një pjesë të opozitës Kosovës, sepse ai her pas here merr një fotografi me presidentin Trump, edhe i ka do lidhje me fëmijët e tij, me djalin e tij, kështu që ata i besojnë Grenellit. Nuk është që ai ka influencë aq sa i besojnë. Prandaj ai është ende i rrezikshëm. Por po shihet, a ke pa që ditëve të fundit nuk del shumë publikisht ai. Përpara ka dalë, bile është mundu të influencoj zgjedhjet drejt për drejt, por tash e ka pa që po ndikon negativisht, sa herë që del ai, do me thonë, po ndikon që t'i shtohen votat Kurtit, atëherë është rihjekën mrapa vi, por telefonat e tij me opozitën e Kosovës punojnë non-stop. Mo me Serbina e ka 24 orë. Unë mendoj se interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën vazhdon të jetë mjaft i madh. Po kjo duket edhe në raportet dhe zhvendosjet e fundit që zoti Trump ka bërë në forcat amerikane në Evropë, zhvendosjet nga Gjermania apo nga vende të tjera, kur është theksuar rëndësia e vazhdueshmërisë së bazës amerikane të bond stilit, që tregon edhe zhvendosja e forcave për shembull nga Gjermania bëhet në drejtim të Evropës lindrore, që tregon se interesi amerikan për Kosovën dhe për demokracinë në Kosovë vazhdon të jetë aktiv. Lumt goja, zoti Rafael, gjitha që i the, pajtona me ato, ne nuk kemi rrezik nga Amerika, ne mundëm me pas rrezik nga vetvetja. Sepse Amerika nga njëherë nuk ka mundësi të ndërhyjë çdo situatë tonën me rregullu punët ashtu siç dëshirojmë ne. Megjithatë, pajtohem me ty që është interesi strategjik i Shteteve Bashkuara të Amerikës që popullin shqiptar, jo vetëm të Kosovën, po mbar kombin shqiptar ta ketë në anën e vet atë çështë ka, sepse kombi shqiptar është ndër kombet më pro-amerikane në botë, dhe nena ka aleat të përhershëm. Serbin mundet me pas përkohshëm për 2-3 muaj, ama Serbia është e Rusisë për gjithë sa jeta. Prandaj unë mendoj se Amerika nuk do të çon dorë nga Kosova, por varet prej neve se si punojmë me Amerikën. Faleminderit. Zoti Agim, ju falemderit shumë për këtë intervistë mjaft të detajuar dhe interesante sipas këndvështrimit tuaj të zhvillimeve më të fundit të fushatës parazgjedhore në Kosovë, pasi sikur se thash edhe gjatë bisedës son, tashmë vetëm fjala saga që po e gjej më vend për të shpjeguar zhvillimet më të fundit në aktivitetin politik të partive politike të Kosovës për gjetur një zgjidhje për një qeveri sa më të qëndrueshme, e cila të jetë e aftë dhe të ballafaqohet drejt për drejt edhe me interesat e agresionit serb ndaj Kosovës, e cilat nuk kanë ndryshuar. Edhe një herë ju falemnderit dhe miru takofshim në emisionet të tjera.